Kosova ka nënshkruar kontratë me prodhuesin amerikan të industrisë ushtarake AM General për blerje të sistemeve moderne të artillerisë mobile Humvee Hawkeye 105 mm Howitzer. Ministri në detyri mbrojtjes Ejup Maqedonci ka thënë se në kontratë përfshihen edhe automjete moderne të mbështetjes, pjesë rezervë, mirëmbajtja dhe trajnimi për operim me mirëmbajtje. Me këtë blerje, ushtria jonë po kalon në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për qitje në distanca të larta. Kjo blerje shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve tona mbrojtëse dhe në ndërtimin e një ushtrie moderne, të aftë, të gatshme dhe të ndërveprueshme me aleatët tanë strategjik, duke garantuar sigurime të madhe për vendin dhe stabilitet afatgjatë në rajon. Për marrëveshjen ka njoftuar edhe kompania prodhuese AM General. Sipas saj, palët janë pajtuar për kontratë 3 vjeçare. Jemi krenar të njoftojmë për shitjen e suksesshme të Humvee Hawkeye të Ministria e Mbrojtjes së Kosovës për nevojat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, një dëshmi i angazhimit ton për të ofruar zgjidhje të përparuara për nevojat moderne ushtarake. Ky sistem i shëron qëndrueshmëri, shkallësi dhe teknologji të përparuar, duke siguruar që forcat e armatosura të Kosovës të jenë të paisura me mjete më të mira për të mbrojtur. Numri i kontraktuar i këtyre sistemeve nuk është bërë i ditur e sipas kompanisë dorëzimet do të nisin brenda 2 vjetëve të parë të kontratës. Humvee Hawkeye është i pajisur me teknologji të zbrazjes së butë që mundson integrimin e një topi 105 mm në platformë të fortë me automjetin e lehtë Humvee. Kjo lejon vendosjen, qitjen dhe zhvendosjen e sistemit për më pak se 90 sekonda. Pos Humvee Hawkeyes, FSK-ja do të marrë gjithashtu ambulanca, kamion komande e kontrolli së bashku me kamion të tjerë mbështetës të cilët mundsojnë funksionalizimin e një baterie të tërë artillerie.